Kosova sot po jeton në epokën e mashtrimit më të madh të popullit vet në historinë e saj, qindra vjeçare ndoshta. Është epokë e mashtrimit kolosal, qoftë sa i përket ekonomisë, qoftë sa i përket arsimit, qoftë sa i përket shëndetësisë, marrëdhënieve me jashtë, setupit institucional, respektimit kushtetutës edhe të ligjeve të cilat i kemi bërë vetë. Në Kosova sot është një gjendje për të cilës nuk ka kur farë mundësie me dalë pa trauma. Ky pushtet në mënyrën ma brutale edhe ma të paligjshme të mundshme nuk është të ju leju 120 deputetëve të zgjedhur të popullit me e marrë mandatin. E kanë bloku krijimin e institucioneve, e kanë bloku krijimin ose themelimin, konstituimin e kuvendit Kosovës. Tu ju pamundësu përfaqësuesve të popullit Kosovës me ngritë zonin në kuvend. Me i marrë mandatet që nuk ju ka dhënë ky, po ju ka dhënë popullit. Kjo është ndër shkeljet ma brutale të kushtetutës, të rendit kushtetutës edhe të demokracisë në Kosovë që ka ndodhur ndonjëherë. Ne nuk ekzistojmë për me mbulu zbrastira cilat i krijojnë tjerë. Aleanca nuk ekziston për atë arsye. Ne jemi për me mbulu gape ose zbrastira për Kosovën, jo për partitë cilat dështojnë. Asnjëna nuk ekzistojmë na për atë temë. Çështja tjetër është, ne nuk po mund të kuptojmë kurse çysh mundet dikush me lyp me qeverisë me Kosovën edhe 4 vite, edhe me thonë, nuk du me e marrë gazin Amerikan, nuk du me ndërtu termocentrale, nuk du me i kry rrugët e nisuna në Kosovë, nuk du me ngrit pragun e të gëshës 100.000 euro për biznes të vogla, cilat janë para kolapsit, nuk du me ju heq tatimin pronë bujqve që i punojnë tokën, nuk du me i dhënë do pare për me rregullu infrastrukturën e kryeqytetit. Për çfarë ka lypin me qeverisë? Këta janë bo gati me shku në zgjedhje, janë ka manipulojnë popullin, janë ka i manipulojnë media, janë të e manipulu kretë Kosovën, ta kanë vendosë me shku në zgjedhje në 27 dhjetor. Veç janë të i gjetë mënyra, qysh me mri deri të zgjedhje në 27 dhjetor, edhe kuj mjalon fajnë. Veç ka që keni në Kosovë. Pretni edhe shihni. Nuk keni kur gjë tjetër. Unë e kom konfirmu edhe se do të flasë, është kërku prej meje, pa tjetër që do të jemi aty, mos i harroni fjalët që ju thash. Nuk ka të bëj kjo me Hashim Thaqin, as me Kadri Veselin, as me Jakub Krasniqin, as me Recep Selimin, as me tjerë. Fushata është për baltosjen e tregimit ton për lirinë tonë. Edhe në rastin më të keqen, Kosova duhet me jetu. Na kemi jetu edhe kur na kanë hyrë për shtëpia. Kemi mbjetu. Por po ju them që bindja ime e plot është që kish me qenë fatkeqësi edhe për drejtësinë, po edhe për ne, nëse këta njerëz shpallën fajtorë për ato vepra. Fatkeqësi për ne, edhe nuk du me besu. Nuk du me besu. Unë me thonë që një dënim i tillë nuk ka me kalu pa pasoja për Kosovën, për secilin prej nesh, për ju, nuk kalon pa pasoja, por gjithmonë një populli i mbetet mos me hek dorë prej ëndrës vet, kur një shërbim sekret e dekonspiron agentin e vet. Në çfarë rrethana edhe pse. Mendoni ju lutem. E unë po ju tregoj kur. Në rrethana normale kur. As post mortem. Për shkak se atëherë s'muj me rekrutu spiuna tjerë. Po ekziston një rrethon në cilën dekonspirohet një spion i një shërbimi armik. Ajo është rrethona në cilën dojmë ju thonë kretë spionave tjerë. Me bo mos me më ndëgju, ju del emri dhe juve, e s'kini me gjetë vend kërkun botë. Dhe ai ka qenë kërcënimi hapur për kretë spionat e Kosovës, cilët ose dikur, ose ma vonë, kanë bashkëpunu me shërbimin sekret serb, edhe normal që disa prej tyre janë frigu, edhe e vazhdojnë punën. Kosova është e infiltrume. Na pam edhe para pak dite
që është e infiltruar deri në instancat më të larta pushtetit, që kryeministri e presidentja dalin në fotografi me spion të servis. E keni pa fotografi. E unë për ju them, nëse e kanë zonë një, edhe shumë tjerë.